Transporti publik për qytetarët e komunës së Tetovës nga 1 dhjetori do të jetë pa pagesë. Pritet të merret vendim nga ana e Këshillit të Komunës së Tetovës, ndërkohë që nga ndërmarrja për transport thonë se po punojnë në detajet e realizimit të këtij vendimi të komunës. Ky ishte edhe premtimi gjatë kohës së fushatës nga ana e Bilal Kasamit, i cili është pyetur se si do të realizohet ky premtim, kur dihet se ndërmarrja për transport punon me humbje dhe humbjet mbulohen nga vetë komuna. Megjithatë, kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, tha se ky vendim do të ndikojë në uljen e kaosit në komunikacion. Edhe në mandatin e parë, ndërmarrja e transportit publik ka qenë një ndërmarrje funksionale, por ka qenë e subvencionuar në pjesën më të madhe nga komuna. Shumë pak ka qenë pjesëmarrje e qytetarëve në të hirat e kësaj ndërmarrje, duke parë që nuk ishte niveli i duhur i shfrytëzimit të transportit publik dhe po ashtu duke konsideruar edhe kaosin në komunikacion, por edhe ndotjen e cila ndodh për shkak të nivelit të lartë të shfrytëzimit të automjeteve private, ne konstatuam që dëmi publik që bëhet nga këto situatat të kaosit në komunikacion dhe të ndotjes së ambientit është më i madh se sa kontributi që mund të jap komuna në kompenzimin e asaj pjese të mbetur të harxhimeve që ka ndërmarrja për të organizuar transportin publik. Kështu që vendimi ishte që përfundimisht, pra në periudhën e ardhshme të kemi transport publik falas, që edhe ai pjesa e mbetur diku rreth 30% e mbulimit të harxhimeve që ka qenë nga bileta që kanë paguar qytetarët të mbulohet nga Këshilli Komunal, nga Komuna e Tetovës, me çka do të organizojmë transport falas dhe do të kontribuojmë në uljen e kaosit dhe në uljen e ndotjes. Bëhet e ditur se Tetova është përfshirë edhe në planin e qeverisë për sigurimin e 5 autobusëve të ri elektrik që pritet brenda vitit të ardhshëm të arrijnë, ndërsa për mbulimin e gjithë territorit me transport, pra edhe fshatrave të Malësisë, komuna planifikon blerjen edhe të 4 furgonëve për fshatrat e Malësisë së Sharrit.